Sot në shtëpinë e kulturës në Prizren me një organizim madhështor, u mbajt ceremonia dorëzimit të simboleve dëshmorja dheut për Rustem Recep Kabashi, i njohur si Haxhi Rust Kabashi në 116 vjetorin e ekzekutimit me varje më 18 gusht 1910 në Shadrvan të Prizrenit. Në këtë ceremoni, nën kryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi ka folur për kontributin dhe trimërinë e këtij legjendari. Dhe më pas, në këndritet që pasuan për mbrojtjen dhe bashkimin e tokave shqiptare. Dhe pikërisht këtu qëndron një nga vlerat më të mëdha të figurës së Rust Kabashit. Ai përkishte një brezi burrash që e lidhen besën me përgjegjësi, fjalën me vepra dhe dashurinë për vendin me sakrificë. Kënga e Rust Kabashit është një dëshmi e fuqishme e kësaj kujtese popullore. Ajo sot dëgjoj gjithandej në manifestime, në dasma dhe ceremoni. Rust Kabashi jeton me gjenerata të reja përmes këngës, librave dhe veprave të pavlefshme. Sot Kabashi, Prizreni e Kosova janë krenar nga dënimit që po i bën Shqipëria, dënimit e patriotit Rust Kabashi, duke i ndarë çmimin e madh dëshmoria të tërë. Prandaj, në këtë ditë solemne, le ta kujtojmë Rust Kabashin si një simbol të besës, qëndresës, gëzimit dhe përkushtimit ndaj vendit. Le ta përcjellëm emrin e tij të brezat që vjen përmes respektit që meriton një figurë që ka lënë gjuhë në historinë dhe kujtesën e popullit shqiptar. Në emër të kryetarit komunës, zotit Shaqi Thotaj, dhe në emër të qytetarëve të Prizrenit, i shprehim nderimin tonë më të thellë Rust Kabashit dhe njëherë të falenderojmë shtetin tonë anë, Shqipëri, për nderimin që e ka bërë Prizrenit e Kosovës në rastin e deponimit dëshmorja dheut patriotit Rust Kabashit. Ministri në detyrim mbrojtjes së Jugomakedonci u përqendrua me historinë e lavdishme dhe veprimtarinë e këtij luftëtari të paepur për liri. Morim mbi vete përgjegjësinë për të mbrojtur popullin, tokën dhe identitetin tonë kombëtar. Rust Kabashi i përkiste brezit të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe të kryevitjeve shqiptare. Ai njihet si veprimtar i lidhjes, organizues e prish kuvendësh, luftëtar dhe udhëhec i rezistencës anti-osmane. Për veprimtarinë e tij u përndosh, u burgos dhe u godet me familje e pasuri. Presidentja në detyra Kulena Haxhiu për televizionin Besa tha se veprimi i sotshmërisë qeverisë së Shqipërisë duhet të shërbejë për ne të dyja shtetet që të nderohen ata që kanë dhënë kontribut për liritë e adheut dhe tokës sonë. Mendoj që për Republikën e Kosovës, për Republikën e Shqipërisë, për kombin shqiptar në përgjithësi, rastet e tilla dhe ceremonitë e tilla të dekorimit, sidomos si dëshmor i adheut janë shumë të rëndësishme. Ky rast sot duhet na inkurajoj të dyja shtetet që të vazhdojmë që personat të cilët kanë kontribuar në periudha të ndryshme të historisë të kombit tonë shqiptar të kenë nderimet më të larta nga institucionet e të dyja vendeve. Morën pjesë dhe fjalë rasti mbajtje dhe nën kryetaria bashkësisë së bashkisë Kuksit, pastaj profesori i sigurisë në Shqipëri, general Pollumb Qazimi. U falenderuan shumë kolonel Bylbyl Dervishi që arriti të mbledh shumë figura për të nderuar figurën e Rust Kabashit. Ushtuesit mundën të mbyllin në burg 4 herë, por nuk mundën ta burgosin idealin e tij. Ata internuan fizikisht, por nuk mundën të interronin shpirtin e lirë dhe patriot të Rust Kabashit. Ushtuesi mundi që të dikte kullën, por nuk mundi të dikte flamurin e lirisë, zjarrin adetar që i valonte në gjë. Këtu qëndron madhështia e tij. Kjo është arsyeja pse populli e ruajti emrin e tij, e ruajti në këngë, në rrëfime, në kujtesë, si dhe trashëgoi atë brez pas brezi. Populli shqiptar i Kosovës e njeh thellë të vërtetën, edhe kur historia vonon që ta shkruajë. Jemi mbledhur sot për njeri të madh që vetë nuk isha dëgjuar më parë. Janë studiusit, njerëzit që e duan historinë në dobi të vendit tyre, që e sollën midis nesh Rustem Kabashin. Kur më thanë në fillim, kapa vetëm një moment, është Kabashi Kukës, ishte reagimi im i parë. Mirë për në fakt ai ishte i Kabashit tu në Prizren. Është hero i Kosovës, është hero i shqiptarëve, i Shqipërisë, po i shqiptarëve kudo që ndodhen. Se është një figurë e tillë që ka një vlerë të madhe
në kujtesën tonë kombëtare. Nëse kujtesën tonë kombëtare e në përkëmbim, do të thotë që nuk kemi identitet. Këta njerëz, si Rustem Kabashi, në qoftë se i vlerësojmë, e transmetojnë veprën e tyre te brezat e rinj, te brezat që vijnë, atëherë do të thotë që kombi ynë, shtetet tona, populli ynë i ka themelet e forta. Nëse jo, i dobësojmë ne. Por meri i takon atij, i takon pasardhësve, i takon atyre që janë marrë për të zgjedhur në pak këtë figurë kaq të rëndësishme të kohët tonë, sepse një nga defektet që kemi ne si shqiptar është harresa. Së fundmi, Shaqir Vukaj nga Shqipëria dorëzoi bashkë me Jupë Panqedonskin dekoratën dhe flamurin pas ardhësve të familjes Kabashi, ku me këtë rast në emër të familjes Kabashi ka folur profesor doktor Ditar Kabashi dhe në emër të familjes së Gjerë Kabashi përshëndeti vendimin e qeverisë shqiptare dhe tha se sakt pas 116 vitësh edhe realiteti ndritur i stërgjysherit ton. Kjo për të dytën herë pas dekoratit presidencial të vitit 1993 dhe vazhdoi. Kjo ditë nuk është e rëndomt për ne. Jo se ne duam të marrim merita për të bënat e paraardhësit tonë, e as për të na u përkëdhelur sedra. Kjo ditë peshon për ne sepse sjell dekoratën e shtetit shqiptar për veprimtarinë advetare të gjyshit tonë. Kjo është hera e dytë e nderimit zyrtar në nivel republikan që i bëhet Rust Kabashit nga ana e Shqipërisë. Më parë është nxjerrë dekreti presidencial numër 435 i datës 26 janar 1993, i titulluar Urdhri për veprimtari patriotike të klasit të parë, lëshuar nga ish presidenti profesor dr. Sali Berisha. Ai dekret është gdhendur në përmendoren e vendosur në Shadërval në 2010. Pra, këto dy dokumente shtetërore, ngritja e përmendores dhe botimi e përurimi i monografisë për Rust Kabashin në 2022, përgatitur nga Shevqet Hoxha, janë dëshmi se mundi i askujt nuk humbet, aq më pak përpjekja e dëshmorëve. Rrënjët familjare nuk dëftojnë vetëm prejardhje biologjike, ato përbrendësojnë identitetin, të kaluarën dhe lidhjen mes brezash. Kur kjo konservohet nga pasardhësit, quhet marrëdhënie familjare, por kur shoqëria dhe shteti i njohin dhe u japin atyre vendin e merituar, ajo tashmë shndrohet në kujtesë të përbashkët. Sot po shpërfaqet edhe një herë fakti që ajo të cilën ne e kemi quajtur për herë nëna jonë, Shqipëria, nuk i harron bijtë e vet, pa çka rrethonat historike përgjatë dekadave kanë mundur të krijojnë ndarje artificiale. Në këtë kuptim, aktin e sotëm e përjetojmë si një freskim të mbamendjes kombëtare. Ne, pasardhësit e Rustem Kabashit, nuk jemi sot këtu për ta idealizuar personalitetin e tij dhe as për t'i shtuar asaj lavdi me fjalët tona. Jeta dhe vdekja e tij janë mësuese të denja për të treguar gjithçka. Ne kemi vetëm detyrën ta ruajmë kujtimin e tij me dinjitet dhe ta nderojmë secilin që e nderon atë dhe neve. Po, Haxhi Rust Kabashi u ekzekutua pak metra larg kësaj godine në të cilin gjendemi tani. Por tani duhet pyetur, me qenë se u dënua me vdekje, konsiderohet humbës apo fitues? Sot, pasi 116 vjetësh, përgjigjja del vetiu. Emri i tij vijon të nderohet edhe nga institucionet e dy shteteve tona, edhe nga qytetarët. Gjersa emri i ekzekutuesve të tij është zhdukur qysh moti pa shan e nishan dhe si përmend askush. Jam i vetëdijshëm që ky vlerësim i shtetit shqiptar nuk është vetëm për Haxhi Rustën, por njëherësh për gjithë bashkëpunëtorët e tij dhe dëshmorët e Kosovës. Ky event ishte organizuar në patronatin e kryetarit të komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj.